Konsumoni një vezë në ditë dhe s'do e besoni çfarë do ju ndodh. Të nisësh ditën me një vezë të zjerë mund të shkaktojë reduktim të rrezikut nga prekja prej sëmundjeve kardiovaskulare dhe këtë e konfirmojnë mjekët, të cilët kanë thënë se veza është një burim thelbësor i kolesterolit ushqyes, por përmban edhe proteina të cilësisë së lartë, si edhe substanca bioaktive të fosfolipideve. Studimi ka zbuluar se njerëzit të cilët kanë konsumuar të paktën një vezë në ditë kanë patur një rrezik më të ulët prej 26% të goditjeve në tru apo në zemër. Për më tepër, është vënë re një rënje prej 12% ndaj sëmundjeve kardiovaskulare për ata persona të cilët konsumojnë mesatarisht rreth 5 vezë në javë. Prandaj, herën tjetër konsumoni një vezë në mëngjes dhe do të qëndroni larg sëmundjeve.